Por që ndodhi është që në datën 25 marrëveshja erdhi u pezullua përsëri, dështoi përsëri, nga që sigur ne dim, presidenti amerikan nuk është një njeri i lirë, personi që ka pushtet mbi atë quhet Benjamin Netanyahu, dhe për sa kohë që Netanyahu të jetë gjallë, ndonjë marrëveshje ndërmjet amerikanëve me iranianët do të sabotohet, nga që Netanyahu nuk e dhe gjumin nëse ka paqe. Por në anën tjetër kemi presionin global që po rritet kundër administratës amerikane. Bankat amerikane po tregojnë shenja stresi, si pasojë e mbylljes së kanalit të Hormuzit, agjencitë të ndryshme të lajmeve raportojnë që do kemi rritjen e asaj që quhet mortgage apo interesit që amerikanët i paguajnë bankave të tyre, dhe kjo rrezikon që të krijojë një efekt zinxhir i cili mund të sjellë një katastrofë të paparë në ekonominë amerikane. Po problemi është që, domethënë, Trumpi është një president i pafuqishëm, është Donald Trumpi personi që ka fuqinë më të madhe. Është Benjamin Netanyahu që ka fuqinë më të madhe që kontrollon Trumpin, dhe Trumpi nuk bën dot asgjë nga që i ka duart e lidhura nga lobi zionist. Jo, Olc, po duhet ta themi se besoj edhe aty në ekran e kemi. Duhet ta themi që nëse nuk do dhe nëse do të ishte kapitullim qoftë për Izraelin, qoftë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, nëse do ndaleshin ato që konsiderohen proxy wars, luftrat me proxyt, me Hezbollahun apo me Hamasin apo me Houthit. Pra, Netanyahu edhe aty në ekran pak a shumë thot të njëjtën gjë. Do ishte Izraeli ka të drejtën e tij të ligjshme të vetëmbrohet. Ndërkohë edhe programi nuklear është i panegociueshëm për Izraelin, sepse me program nuklear nuk ka të bëjë më me atë që zakonisht thuhet, thjesht me idenë e pasurimit apo programit vetvete, po ka të bëjë me fuqinë, me një leverage shumë të fortë në duart e Iranit nesër për të influencuar gjithë linjën e mesme. Po, ky është obsesioni i Benjamin Netanyahut me Iranin, i njëjti obsesion që Netanyahu ka patur edhe me Irakun e Saddam Huseinit. Duhet t'i kujtojmë shikuesve që lufta e vitit 2003 kundër Irakut, që ishte lufta e dytë, 23 vite më herët, u bë me të njëjtat justifikime. Edhe në atë kohë Benjamin Netanyahu lërinte dhe thoshte që ne nuk mund ta lëmë regjimin e Saddam Huseinit të ekzistojë, por sa kohë Saddam Huseini ka armë të shkatrimit në masë, që bëhet fjalë për armë kimike dhe bakteriologjike, që faktikisht Iraku nuk pati. Dhe ashtu sigur atëre lobi zionist kishte krijuar këtë gogolin e armëve kimike dhe të shkatrimit masë ndaj Irakut, Netanyahu përsërit të njëjtën teori edhe për Iranin. Thotë që Irani ka armë të shkatrimit masë, Irani po prodhon bombën nukleare, dhe ne nuk duhet ta ndalojmë luftën, sepse po ndaluam ne luftën, ky do të jetë kapitullim. Kush është filozofia mbrapa që në anglisht quhet innuendo? Innuendo është term në anglisht ku hajduti gjithmonë akuzon hajdutin, sigurisht hajdut. Filozofia mbrapa kësaj mund të kuptohet lehtë nëse dikush studion jetën politike të Benjamin Netanyahut, dhe Netanyahu që në vitet 1988 i nxiste amerikanët për shkatrimin e Bashkimit Sovjetik si fillim, dhe më pas i nxiti ata për të shkatruar vende sikur Libia, Siria, Iraku, Irani, Sudani, Somalia. I ka që obsesioni i Netanyahut, cilin ai e tregon në librin Lufta kundër terrorizmit, që ai boton në vitin 1995, është që Izraeli do të mbaj apartheid nuklear kundër botës myslimane. Dhe Netanyahu sigur e thotë edhe në librin e tij, thotë ne nuk do ta lëmë botën islamike që të ketë
armë nukleare, sepse po pati armë nukleare ne nuk e zhdukim dot atë. Pra, është një egërsi e kësaj bishës biblike izraelite, e cila kërkon që të zhdukim me miliona njerëz, sikur edhe i ka zhdukur, sidomos pas asaj që njihej si lufta kundër terrorizmit që zionistët me presidentin Bush të dytin nisën pas sulmeve të 11 shtatorit, për sigur ka treguar edhe një studim i Universitetit Brown i vitit 2023, lufta amerikane kundër Irakut, Pakistanit, Afganistanit, Libis, Sudanit, Somalis, Libanit e të tjerë, bëhet fjalë për deri në 2023-shin, shkaktoi 4.5 milion njerëz të vdekur. Vetëm në Irak, si pasojë e ndërhyrjes amerikane, vdiqën mbi 1 milion njerëz. Këtu nuk s'kishim arritur akoma në gjenocidin në Gaza. Dhe Netanyahu e kupton që nëse vendet islamike sikur Irani do prodhojnë bombën atomike, atëherë nuk do ketë më gjenocid, sepse Izraeli nuk do të bëjë dot më ato që bën, që zhduk edhe vret edhe bën gjenocid, nga që atëherë do të ketë balancë sportash. Dhe në këto momente Netanyahu është i gatshëm ta djegë botën, t'i vëj flakën gjithë njerëzimit, të shkaktoj krizën, ndoshta nga krizat më serioze ekonomike globale që prej luftës së dytë botërore, krizë e cila do shkaktoj, sigur ka parashikuar edhe PMN-ja dhe organizatat tjera, do të shkaktoj uri në vitin që vjen, që bushit në përgjithë botën nuk po arrin që të blejnë dot tjera kimike. Netanyahu nuk e ka problem, sikur vdesin me miliona njerëz, vetëm ai do që vendet islamike, sikur Irani, të thyhen, të rrëzojnë regjimet dhe atyre mos t'i lejohet as material nuklear, por qëllime civile, nga që kjo për Netanyahun shihet si kërcënim, dhe i kërkon që vetëm Izraeli të posedojë armë shkatërimit të madh. Ndërkohë, Olc, ajo kthesa e menjëhershme e Trump dhe lajmi që ti përmende, postimi ku sipas ti ishim shumë afër një dilli, nga konspiracionist që dëgjojmë, domethënë pak a shumë dhe me që jemi tek bomba bërthamore, u lidh me faktin që i vetmi opsion tashmë në tavolinë, sepse përballë realitetit në terren, mbetet opsioni bërthamor, çka do ishte apokaliptik për gjithë botën nëse do ndodhte. Si e vlerëson mundësinë, thash, nisur nga realitetin në terren, pa fuqia për të realizuar objektivat nëpërmjet një operacioni ushtarak, dhe presionit, sepse duhet ta themi që do ishte kapitullim për Netanyahun, por edhe për Izraelin në momentin që do të arrije një paqe në ato terma që diskutuam. Problemi është këtu që Netanyahu është prej kohësh duke i bërë presionet Trumpit që përdori bombën nukleare kundër Iranit. Por Trumpi është ndërmjet dy zjarresh. Njëri është shantazhi zionist, ku zionistët i kanë dosje edhe një Allah e di se çfarë i kanë, që e përdorin atë si leck. Edhe në anën tjetër, Trumpi përballet me krizën globale, edhe me presionin që i bëjnë udhëheqësit e botës muslimane, të cilin ai e përmendi në tweetin e tij të datës 23 maj, vende që nga Katari, Arabia Saudite, Kuvaiti, Turqia e të tjerë, të cilët i kërkojnë, i thonë mos bë marrëzira, se përdorimi i bombës nukleare kundër Iranit mund të ketë efekte të paparashikueshme, e para. E dyta, ne nuk e dim se çfarë posedojnë iranianët. Iranianët ndoshta e kanë bombë nukleare. Dhe në qoftë se amerikanët do përdorin bombën nukleare, nëse edhe iranianët kundërpërgjigjen,
atëri bie që do të shuhet njerëzimi. Por Trumpi nuk di çfarë bëj, domethënë Trumpi është, sigur i thot populli, tërhiq e mos e kfut. Nuk di se ku t'ja bëj qefin. Lobit zionist, i cili e shantazhon dhe e kërcënon, apo interesave ekonomike të vendeve arabe, por edhe të vetë ekonomisë amerikane. Në Amerikë populli është i pakënaqur, sondazhet tregojnë Trumpin që është një nga presidentët më të urryer në historinë e Amerikës dhe ai ka me shumë probabilitet do t'i humbasi zgjedhjet e nëntorit, domethënë do t'i humbasin republikanët. Ai e di që në qoftë se kjo luftë kundër Iranit vazhdon apo lufta e sanksioneve vazhdon në nëntor, republikanët do të humbasin, demokratët rrezikojnë që të marrin Kongresin edhe Senatin, edhe nëse ata e marrin Kongresin edhe Senatin, Trumpin do ta përzën me shkelma nga presidenca, do t'i bëjnë impeachment dhe mund ta rrasin edhe në burg. Dhe ai e kupton që është ndërmjet dy rreziqeve, dhe në anën tjetër është ndeshur me rezistencën iraniane, Po, me faktorin gjeografik të Iranit, ku Irani qëndron në kanalin e Hormuzit. Ai e provoi me iranianët në 40 ditë luftë, ku shpenzoi, nëse s'jam gabim, që të erohet faktën hapur rreth 30 miliard dollar, duke përdorur të gjithë arsenalin e Amerikës dhe nuk i bëri dot atë gjë Iranit. Dhe ai nuk di çfarë bëj, domethënë ai është i dëshpëruar, ai është një person. Olsi, ndërkohë pash një manifestim dhe regjia duhet ta kemë videon në Teheran ku qeveria zbulonte edhe atë raketën Hyper Shekan. Duhet ta kem aty regjia, ja ku është pas meje duhet jetë, ja. Pra në Iran vazhdon mbështetja për qeverin, vazhdon rezistenca dhe thash përballë kësaj çfarë do të ndodhë, si e vlerëson? Trumpi domethënë ka arritur në një deadlock apo në një atë që zionisti Robert Kagan quante përpara 10 ditësh shahmat në ngushticën e Hormuzit. Do të kujtojmë këtu që Robert Kagan është një nga ata neokonët e administratës të Bushit, që edhe shkruan atëherë atë projektin of the New American Century, një nga arkitektët kryesor të luftës kundër Irakut, kundër Sirisë, kundër Libisë, kundër Iranit. Është një nga ata veteranët e zionizmit botror, i cili ka marrë pjesë në shkruarjen e të gjithë kësaj strategjie. Gruaja e tij, Victoria Nuland, është ajo administratorja apo më saktë sekretarja për Evropën lindore të presidentit Biden, e cila organizoi grushtin e shtetit në Ukrainë kundër Janukovicit dhe që nxitën edhe në luftën në Ukrainë. Domethënë Robert Kagan nuk është një njeri thjesht. Ai është domethënë dikush i rëndësishëm sikur Netanyahu, ndoshta jo sa Netanyahu, po është pjesë e bandës zioniste, ku në shkrimin që ai bëri për The Atlantic, që nëse jam gabim përpara 10 ditësh, ai thoshte që ne kemi arritur në shahmat, ne nuk po dim çfarë të bëjmë Iranit. Dhe amerikanët tani kanë dy opsione, një që të arrijnë një marrëveshje, që Trumpi mundua të arrijë datën 22 dhe 23, por nuk e lën Netanyahu, një marrëveshje ku amerikanët të heqin bllokadën e tyre kundër Iranit, Iranit hapi Hormuzin, por në shkëmbim i kthejnë Iranit farat që ata ja kanë vjedhur nëpër banka ndërkombëtare. Dhe opsioni tjetër është çmenduria e Netanyahut, vazhdimi i luftës, por amerikanët nuk bëjnë dot luftë me Iranin, luftë konvencionale. Qeveria në Iran, pas 40 ditësh bombardime, duket më e fortë se sa kurrë. Opsioni vetëm është sulm nuklear, i cili do të sillte një shkatrim me përmasa katastrofale për njerëzimin. Ndërkohë, me që jemi tek opsioni i marrëveshjes, lexova për një plan sekret, quheshe sino-pakistanez, kinezo-pakistanez, le të themi, për t'i dhënë fund
luftës së Shtetet Bashkuara të Amerikës me Iranin, çka në temat përgjithshëm ishte me 5 pika, pas meje duhet të jenë disa nga pikat, po krye çështja ishte ajo që the ti, arritja e një paqe ku pjesë e kësaj paqe tashmë dhe armëpushimi të jenë edhe faktor të rëndësishëm siç është Rusia apo Kina. Pra, shpërndarje e influencës në lindjen e mesme, dobësim i prezencës amerikane në lindjen e mesme dhe fuqizim i prezencës ruso-kineze në lindjen e mesme. Si e vlerëson këtë mundësi dhe a ka lidhje kjo me takimin që është bërë në Pekin javën që shkoi? Tani Pakistani me Kinën po mundohen që t'japin fund konfliktit, nga që edhe Kina po vuan nga rritja e çmimeve të naftës, nga që një krizë globale do godiste edhe Kinën, dhe Pakistani si vend fqin që është me Iranin ka nevojë për një Iran stabil, nga që për Pakistanin armiku më i madh i Pakistanit është India. Po problemi është që kemi një aleancë zioniste, vehabiste dhe hinduiste, Indi, Izrael, Emiratet e Bashkuara Arabe, të cilat duan vazhdimin e konfliktit dhe mundësisht rrëdhimin e regjimit islamik që është në Iran. Kinezët duan paqe, nga që kinezëve u intereson paqja, për më tepër për kinezët Irani është shumë i rëndësishëm në projektin e një rrugë dhe një brezi që kinezët kanë ndërtuar ndër vite për të krijuar tregun e prodhimeve të tyre nëpër Azi, Afrikë dhe Evropë, por problemi është që nuk e pyet njeri Kinën me Pakistanin. Për sa kohë që Benjamin Netanyahu është në pushtet, për sa kohë që në Amerikë nuk ndodh një revolucion dhe të përmbyset regjimi zionist që sot e kontrollon Amerikën, ne do vazhdojmë që të shohim luftra pafund. Këto luftra nisën në vitin 1991 dhe tani jemi në vitin 2026, pra kemi 37 vite non-stop, apo në fakt 35 vite non-stop luft, më shumë se një çerek shekulli që zionistët i bëjnë duke përdorur qytetarët amerikanë, duke përdorur paran e taksa paguesve amerikanë, duke shkatruar ekonominë amerikane, duke shkatruar Evropën, duke shkatruar njerëzimin, duke shkatruar prosperitetin e këtyre vendeve myslimane që këto gëzonin në vitet 80 dhe 90 si pasojë e naftës, dhe çdo gjë bëhet për t'i bërë qefin një personi të çmendur, sikur Benjamin Netanyahu dhe grupi i zionistëve mesianik që qëndrojnë brapa tij. Olc, ndërkohë pas parajmërimeve të shumta të Rusisë dhe ka ndodhur një nga sulmet më të mëdha, të paktën kështu e kanë përcaktuar ekspertët, ata që e kanë ndjekur me vëmendje luftën Rusi-Ukrainë, një nga sulmet më të forta dhe më të mëdha të Rusisë ndaj Ukrainës, dhe ja pas meje janë pamje të raketës Oreshnik, e cila është një raketë interkontinentale që ka mundësi edhe të mbushet me mbushje bërthamore. Si e vlerëson këtë akaparim të situatës në një kohë kur sikur dukej më e qetë dhe pritet edhe një farë armëpushimi midis Rusisë dhe Ukrainës, të paktën së fundmi? Situata nuk është më e qetë, biles domethënë ne jemi përqendruar shumë te Irani, por edhe lufta në frontin Ukrainës është shumë e egër. Datën 23 maj në darkë, ukrainasit goditën një hostel me student, dormitory sikur quhet në anglisht, në
në Luhansk, rajonin që Rusia ka aneksuar nga Ukraina, ku në këtë sulm, i cili u bë me drona dhe me raket, ukrainasit vran 21 civil, shumica e tyre ishin vajza të reja që ishin studente. I përballur me këtë lloj sulmi kaq tegër edhe brutal, presidenti Vladimir Vladimirovich Putin nuk ishte opsion tjetër dhe Këshilli i Sigurisë Kombëtare Ruse vendosi që do të përgjigjej ndaj këtij sulmi që u bë, dhe Rusia goditi me rreth 90 raketa dhe me qindra dron, qendra të ndryshme ushtarake në Ukrainë, ku ndër të tjera do të sulmohej edhe Kievi, ku nga fotot që kemi parë ne, rusët goditën me raketa hipersonike dhe balistike, ndër të cilat u përdor Oreshniku, u përdorën Kinzalët, dhe u përdor edhe ajo raketa tjetër Iskandar, ku goditën objekte ushtarake. Për personat që kanë parë videot dhe filmimet nga Kievi, sulmi që është ndërmarrë në Kiev i ngjan pak a shumë sulmeve që Irani ndërmerrte në Tel Aviv me ato raketat Hyper Shekan, ku janë shkatruar gjithë ato banesa në qendër të Kievit, ku sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë u sulmuan qendra ushtarake të regjimit të Kievit. Po dua të them që lufta nuk po përfundon, dhe lufta ka hyrë në një fazë shumë kritike, ku javën e kaluar ukrainasit kanë goditur rafinerinë e Jaroslavit dhe shumë rafineri dhe depozita nafte të Rusisë, ndërsa javën e kaluar u godit edhe Moska në një nga sulmet më spektakolar në historinë e Moskës që nga lufta e dytë botërore, dhe lufta është shumë e egër. Po të dëgjosh mediat ruse, ka një tërbim nga pala e qytetarëve rus me atë që po ndodh. Shumë strateg ushtarak, analistë nëpër media kërkojnë që Rusia të përdori bombën nukleare. Është një nga ish këshilltarët e presidentit Putin, profesor Karaganov, i cili që prej nisjes së luftës në mënyrë të përsëritur kërkon që Rusia të përdori bomba strategjike nukleare, ku të godasi qendrat e NATO-s nga ku koordinohen sulmet kundër Rusisë. Po deri në këto momente Putini, disa thonë nga frika, disa thonë nga kalkulimet që ai bën etj, nuk po reagon. Po duhet kujtojmë që javën e kaluar Rusia së bashku me Bielorusin kryen së bashku shtërvitje nukleare ushtarake, u ngritën raketa dhe u stimulua një sulm nuklear nga ana e Rusisë kundër kundërshtarëve të saj. Pra lufta është shumë kritike, është shumë e keqe, dhe për më tepër me ndihmën e MI6-it britanik e CIA-s amerikane, ukrainasit po arrin disa suksese spektakolare, nuk po mbetet rafineri në Rusi pa u goditur nga dronat Ukrainës. Disa drona janë edhe long distance që fluturojnë me mijëra kilometra, dhe Rusia në mënyrë të vazhdueshme po dështon që t'i kapi këtë dron. Ndërsa rusët bëjnë avancime dhe kontrollojnë rajonet e Donbasit, të cilat i kanë pushtuar që nga viti 2021, dhe ukrainasit nuk kanë çfarë t'i bëjnë rusëve në Donbas. Rusia, me sa duket, është duke posuar një disfat të paparë nga sulmet me dron, të cilave asnjë armat nuk ka çfarë t'i bëjë. Domethënë, ajo që po i ndodh Rusisë në këto momente, për ata që ndjekin lajmet nga Libani, Izraeli ka pushtuar Libanin e jugut dhe është duke rrafshuar qytete dhe bërë masakra për ditë, sërish Hezbollahi me sulmet me dron po i shkakton Izraelitëve sulmet fapara. Nuk e di se çka ka po më përsëritet dëri, nuk e di. Po, regjia, ja shikon regjia. Po. Ndërkohë, Olc, si e shikon
përveç se opsionit që ju sugjeruat, apo ish këshilltari Putin Karaganov sugjeroi që ishte opsioni i përdorimit të bombave taktike nukleare, si e vlerëson mundësinë e një përplasje të Rusisë me Europën në një kohë ku ajo stërvitje për cilën ti ju referove aktualisht mblodhi rreth 470.000 ushtar pikërisht në kufi me këto vende. Si e shikon mundësinë që kjo përplasje të kthehet në një përplasje Rusi-Europë, apo Rusi-NATO në rastin konkret, sepse ato janë vende që janë NATO dhe këtë duhet ta themi. Probabiliteti është shumë i madh. Duhet dim disa fakte. E para, Evropa po militarizohet në mënyrë agresive. Vende sikur Polonia, Çekia, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, kanë rritur industritë e tyre të luftës. Vende sikur Gjermania, të cilat që prej luftës dytë botërore ishin detyruar që të mos ndërtonin më kurrë ushtri, tani në Gjermania është duke u militarizuar me ritmet ndoshta të luftës dytë botërore. Dhe Gjermania, sigur edhe kanë deklaruar politikanët e saj, në vitin 2030 parashikon që të jetë e gatshme për luftë. Britanikët janë duke u militarizuar në mënyrë agresive dhe me sa duket, sigur duket punët herët apo vonë, ne do kemi një luftë masive në Evropë ndërmjet Federatës Ruse edhe NATO-s. Se kur do ndodhi ky moment, nuk e dim. Britanikët që përdorin ukrainasit vazhdojnë që t'i provokojnë rusët me forma nga më të ndryshmet, që rusët të përgjigjen me një sulm taktik nuklear, ku më pas ndoshta britanikët të përdorin Gjermaninë apo Ukrainën për të goditur me bombë nukleare Moskën dhe qytetet e tjera të mëdha të Rusisë. Dhe me sa duket edhe me sa unë kuptoj, ndoshta kjo është një nga arsyet pse Putini po ka frikë që të përdori bombën nukleare. Në luftë konvencionale, rusët nuk po arrin ta mundin dot Ukrainën, që do thot NATO-n, sepse Ukraina nuk është Ukrainë, Ukraina është një përmbledhje hajdutërish me krye Zelenskin, po mbrapa Ukrainës qëndron e gjithë NATO-ja, dhe britanikët janë duke bërë atë që kanë bërë historikisht, që nga koha e luftës së Krimes të vitit 1853, ku do fusnin në luftë dhe do mbështesnin Osmanët kundër rusëve, e deri sot e kësaj dite, që apo edhe gjatë luftës dytë botërore, ku në një farë mënyre e motivuan Hitlerin që të sulmonte Bashkimin Sovjetik, ata janë duke bërë të njëjtën gjë dhe sikur duken punët herët apo vonë, ne do të kemi një përplasje të madhe ndërmjet Rusisë dhe NATO-s, dhe kjo përplasje rrezikon që të jetë përplasje nukleare. Nga që sikur po shikohet deri në këto momente, Rusia po lodhet, Rusia po dëmtohet në mënyrë masive dhe populli rus thjesht do një luftë finale kundër NATO-s. Olc, ndërkohë, sa lidhet kjo me vizitën e fundit presidentit Putin në Pekin? Vizita e presidentit Putin në Pekin tregoi pak a shumë dëshpërimin ku është Rusia në ditët e sotme. Rusia ka nevojë për Kinën. Vizita e Putinit që erdhi rreth një javë pas vizitës së Trumpit tregon që Xi Jinping është kthyer në perandorin e globit dhe Kina është kthyer në mekën e gjithë njerëzimit, si pasojë e dragojit teknologjik ushtarak kinez. Rusia, e cila në vitet 2002, kur sapo erdhi Putin në pushtet, edhe ndërronte që t'i bashkangjitej NATO-s, dhe Putini ishte ai që i mbështeti dhe i toleroi dhe i ndihmoi amerikanët në luftën e tyre kundër Irakut e të tjerë. Tani historia është ndryshuar, domethënë, dhe Kina është kthyer në qendrën e botës. Putini shkoi menjëherë në Pekin pas vizitës së Donald Trumpit, por kuptohet që marrëdhëniet e Putinit
me Xi Jinpingin janë shumë herë më të mira se sa marrëdhëniet e Donald Trumpit. Në deklaratat e përbashkëta që rusët edhe kinezët lëshuan, ata dënuan ndërhyrjet ushtarake amerikane në përbot, nxjerrimin e NATO-s, sanksionet perëndimore kundër Kinës edhe Rusisë, ndryshimet e regjimeve dhe në anën tjetër u nënshkruan mbi 40 marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Rusisë dhe Kinës në fushën e energjisë, tregtisë, inteligjencës artificiale, medias, edukimit, financës e tjerë. Por për personat që mund të shohin këto marrëveshje që janë nënshkruar, pak a shumë Rusia nga një superfuqi botërore që ka qenë tani po kthehet në një farë Arabie Saudite numër 2, por në këtë rast për Kinën. Rusia po i kërkon lek Kinës që të mbarojnë atë që njihet si linja e gazit që quhet fuqia e Siberis 2, e cila do sjelli gazin nga Rusia në Kinë nëpërmjet Mongolisë. Rusët duan sa më shumë juan kinez që të përfitojnë nga teknologjia kineze dhe duan që të eklipsojnë pak a shumë këto vendet e lindjes mesme në lidhje me furnizimin e Kinës me gaz edhe me naftë. Por në të njëjtën kohë, kjo është edhe një farë shenjë dobësie nëse shikohet në aspektin afatgjatë, se në aspektin afashkurtër kjo është e mirë për Rusinë, nga që Rusia do bëj para, por kjo tregon që Rusia tani më mbështetet në mënyrë pothuajse në 80% të ardhurave të saj, i merr nga Kina dhe Kina në çdo moment mund ta përdori këtë dobësi për shkatëruar ekonominë ruse, por në situata ku kemi ardhur, rusët nuk kanë nga ta mbajnë më. Evropa, e cila për Rusinë ishte aleati i saj natyror, është radikalizuar si pasojë e xhelozisë anglo-amerikane dhe për Rusinë në këto momente Kina është pak a shumë sigurisht për Shqipërinë në vitin 1966, kur udhëheqja e Enver Hoxhës dhe Mehmet Sheut e shikonin Kinën si vllai i madh i cili bante me bukë Shqipërinë.